Vetëm 2 javë përpara në një vend që nuk është saktësisht Çin, po është afër Rumania, pësoi një sulm kibernetik masiv që ngriu të gjithë sistemin e kadastrës kombëtare. Qytetarët nuk mundën që të kishin qasje në titull pronësisë. Transaksionet ekonomike u ndalën menjëherë dhe shërbimet publike u paralizuan. Dhe vetëm disa muaj më parë, i njëjti vend u përball me një sulm të pashembull kognitiv, synuar për të shtrembëruar zgjedhje demokratike përmes një manipulimi digital të bashkërenduar. Dhe në fakt këto nuk janë dukuri të veçuara, një sulm kibernetik mbi bazën e dhënave të një shteti dhe një fushat e koordinuar ndikimi kundër zgjedhjeve vjen pikërisht nga njëjti tekst, nga njëjti model. Dhe në fakt kjo është diçka për cilën ne e dim. Në fakt sot jam krenar të them që edhe pse jemi sulmuar në mënyrë agresive, jemi përgjigjur duke ndërtuar një nga mbrojtjet më të forta kibernetike në Europë sot, duke u mbështetur te një gjenerat e re mbrojtjeje mbështetur në inteligjencë artificiale.